Ajo çka Allahu ka përgatitur në xhenet për besimtarët është e pa imagjinueshme. Nuk ka asnjë fantazi film që mund t'i afrohet as sa grimca bukurive të mahniqme të xhenetit. A nuk mjafton të dihet si fillim se njeriu aty nuk do të vdes kurrë, as nuk do të ketë vap e as ftohtë, as brenga e as mërzi, as kriza financiare e as vështirësi. Do t'ja doj zemra diçka dhe do ta ketë pallatet, shërbetorët, bashkëshortet dhe bashkëshortet që do t'i kenë në një jetë pa asnjë obligim, as për jetesë e as ndonjë obligim fetar. Njeriu me gradën më të ulët në xhenet do të ketë 10 herë më shumë se mbreti më i fuqishëm që ka ecur mbi këtë tokë. Njerëzit e mendojnë xhenetin vetëm si një bashkë me lule, por e vërteta është shumë më e madhe se kjo. Teknologjia që do të jetë aty nuk ka ekzistuar asnjëherë në dunjë. Mundësitë që do të jenë aty nuk kanë qenë asnjëherë të mundura në dunjë. Në videon e ardhshme do të tregoj për ndodhitë e mahniqme që do të përjetojnë banorët e xhenetit inshallah. Pra na ndiqni dhe na suportoni në këtë punën tonë.